Mirë mëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga fshati Kqiq i vogël i Mitrovicës. Këtu kemi ardhur me që ka qenë zotri Ramizi, që ka adresuar shqetësimin e tij sa i përket rrugës Qamil Fetohu, e që është e pasfaltuar, pra është në gjendje as pak të mirë. Këtu bashkëmor zotri Ramizi, me cilën do zhvillojmë një intervistë sa i përket rrugës ku aktualisht jemi. Faleminderit shumë zotri Ramizi që ke zgjedhur emisionin ton për me ndash shqetësimin tënd, problemin tënd me adresu. E ke adresu përmes telefonit problemin, e kemi ardhur me trajtu nga afër, nëse mund na flasësh pak më shumë pse ka mbetur në një gjendje të tillë kjo rrugë. Faleminderit për juve që keni ardhur mas pari, ju përshëndes, juve që keni gjetë mundësi me ardhur. Ju rrugën pjesënive që kanë mbet. Kena shku këna në komunë, kom bu lutje, sa nuk ke në rend, kur të vish në rend, ku me ditë kur vjen në rend, unë vetë kom investu mësë me trajt 100 kubik me zodhe kom qitë. Për këtë rrugë? Qëtu, i kom investu këtë. Marë për Gjermënia që ku është, që ku e vendi ku kom jetë, në lëç kom jetë, dhe ka ardhë bageri pishu gëvqit, një shok, më kanë zirë. Me bagerë se s'ku mujtë me dalë, jë mjetë, gati 2 ditë që të s'ku mujtë, gati jë më praptu, shka me thonë s'po dhja zvetë që shmasi, kanë ndryqimi së është heqë, kërkon pyetje, që sa vjetë kanë bo ankesa, s'ka kërkush s'ka ardhë, nuk kanë ardhë me po, që vishë këshi që vëgëllë mjetë pa ndryqim. Thmija tutën, me dalë, vetën s'po kujtojnë me shku në shkolla, se po qojnë herët, që ka qenë dhe këta dhe që aty ku i njërë, ka dhe qenë. Kanë shtru rrugë private, në për shpija, që po ju qojnë doshë me kërë, me atë këqyri, kanë shtru rrugë private, kja rrugë e shtetit është. Nuk është privatisht, me konë që privatisht, nuk shtrënë dhe i qitu. Dhe i qitu, s'po thëmë shtrënë këtë rrugën, dhe i pusht ati, dhe i qitu. Me sa patë mundësi me po, dheri sa erdhëm këtu, ishin diku dhe më shumë se 3 rrugë tjera, pra që janë dhe me thënë të pasfaltume. Qashtu është, edhe ata kanë nevojësion. Po, si dhe më thonë, kur po vi këtu po jesë, që me kjerë gjithë këtë, si po bje shi, jetë, sa të tërën, mund është me dollë. A mo si të shi, si që ku e meqë aty me kërë, që ku e shetë e kërë halate. Edhe pas kësaj që e ke përjetu, dhe më thënë, edhe e ke pa dhe vetë gjendja se sa alarmante dhe sa shumë duhet, dhe më thënë, ajo nevoja për me e bo asfaltimin në kësaj rrugë. Ke adresu shqetësimin tënë të komuna? Po, kom të regu kretim shku, kom të regu, po nuk në komunë s'le me hi, se tash, unë kom pas nevoj me shku më nëna me hi, sa duhet me bu ankesën në Prishtinë për marrë me kryetarin me full, Se duhet me buti ankesën në Prishtinë për me marrë me full me kryetarin? Sa duhet veç për mes Prishtinë me bu terminin. Ato, që shpo thënë... Kusht ka thonë diçka t'il? Po, më ka thonë aty ata rritorë që të dera që presin aty. Mas po e duhet me bu terminin Prishtinë, tani të lejohet për me arti me... Qka ka të bëj komuna e Prishtinës me Mitrovicën? Unë nuk e di që shkon këtu se unë jam për mi 35 vjetë jam në Gjermëni. Edhe të ka ndodhë dhe herave të tjera, diçka e ngjashme të është thonë edhe diçka e tillë edhe ma herët? Amo Nëse ke adresu edhe ankesë tjetër edhe për ndryqimin? Të ndryqimi më kanë thonë njerë jesë, së është në regullë që apëtinë. Keni kërku ose kanë kërku banorët e tjerë takim me kryetarin aktual, pra zotëri Faton Pecin, në lidhje me krejt shqetësimet që kanë pra këta banorë këto? Nga informacionet që i ki? Veç unë këmë shku për veti, këmë shku veti 2-3 një 2-3 herë kom kërku të Faton Pecin me mu shprej. Sa njësë është këtu kur me gjithë. Bënë një termin, të ajo tha, termini shka veç për mes Prishtine. Po qka t'jom për mes Prishtine që shkon? Unë së jom kapitent me mujtë me gjithë, vëllaj nuk e di. Në rast se një situatë të tillë vazhdon, se ne po shkojmë që edhe banorët ka dhe prej tyre, dhe më thënë që edhe po investojnë në shtëpitë e tyre, po ndërtojnë shtëpi, kështu që nëse vazhdo një situatë të tillë edhe për një kohë të caktuar, edhe bëhet problem, po themi me vazhdu, dhe më thënë me jetesa në një formë të tillë të mungesës së infrastrukturës këto, çka mendoni me ndërmarrë si banor të kësaj lagje, të këtij fshati? Çka me ndërmarrë na ndonjë peticion diçka? Unë me çuvi në ankesë tjetër s'kem kur farë mendimi tjetër. Në ankesa kemi bëtë gjithë, çdo ditë,
që është nevoja kemi shku në komunë me bankesa. Tjetër nuk e di. Po në rast se u kërkohet që me e bu, do më thënë, asfaltimin, po themi, të rrugës edhe me iniciativë të juajen, sa i përket pra me mjetet e juaja financiare? Na mundë me hi edhe Me participu? diçka me ndimu, për shembull 5-6 euro dhe mundë me hi. Tonë me hi ka 1 erën në sa 3 ditës mundë me hi. Mundë me ato me i ndërmarë edhe ato. Po ndoni peticion diçka kështu, nëse mendoni me ndërmarrë në rast se komuna nuk u përgjigje, do më thënë ankesës tuaj? S'kem qa me marrë kurgjë nësë mundëm, nuk kem ka fërë, që me thëmë mundëm me marrë kurgjë tjetër, veç mundëm me ndihmu tjetër kurgjë. Që se është nevoja në mundëm apet më lidhë dhe ndihma, me thonë, sa është nevoja tash për shembull jem këtu 7 shtëpi, ka 1 mirë, me thonë 7-8 mirë me thonë. Tjetër s'po di qa me thonë. Jeni të gatshëm edhe për bashkëpunim nëse u kërkohet. Mundëm me bashkëpunu bashkë. Tjetër s'po në krizë. Faleminderit shumë zotëri Rami, që ndave këtë shqetësim tëndin këtu bashkë me ne në këtë intervistë. Ju përshëndes juve që keni ardhur, keni gjetë hapësirë, keni gjetë kohë me ardhur këtu. Faleminderit për juve se nuk është kallaj më ardh me vizitu këtu. Unë e kom bërë një ankesë qysh mëti, po që ka ardhur ralla që tash e morën. E kemi trajtu edhe ankesën tënde, pra dhe kemi ardhur sot edhe për ta trajtu nga afër ankesën tënde, edhe me pa gjendjen se qysh është, e që në fakt nuk është as pak e mirë, prandaj edhe si emision do të mundohemi që të marrim një përgjigje nga komuna e Mitrovicës edhe për të parë pra se në çfarë procesi është krejt kjo rrugë, edhe nëse është në projekt buxhet të këtij viti, por në fakt edhe rrugët e tjera, domethënë edhe rrugët e tjera këtu në fshatin Kqiq i vogël në Mitrovicë, edhe për të parë pra që të mundohemi në fakt për të bërë një zgjidhje për këta banor të cilët në fakt kanë goxha shqetësim krejt këtë rrugë të pashtruar tash e sa kohë.